kam pas një intervistë Osman Mullën. Tha Shkodra ka pas tenis. Shkodra ka pas handball marvllata, si folë Osmani, dhe di parasysh. Shumë mirë. Shkodra ka pas aty ku ka qenë lujtë handball, tha në lund bunës, tha, tash, tha, aty është, tha, buna. Po, pastaj tha, ajo që ishe shumë të rënditse. Në vitet 30, tha, Shkodra ka pas 300 piano. Sot ka 3. Kjo është fatkeqësimi, fjalë? Jo, kjo tragedi, jo fatkeqësi. Tragedi. Kjo është tragedi. Do me thonë, ne në vend kime shku për para, kemi shku mrapqë. Jo, unë kur u futa... Pra, ne mund t'jemi bo biznesmen sot, ne mund nërejmë pallate sot, por ti 300 piano nuk di në një që t'ket ka këto biznesmen të mdhej, oligarkët të mdhej, që t'ket duru një piano, një shtëpi e kulture, operas, një piano ku t'blej ku t'jetë më të mire. Pastaj është tjetër gjë për shembull, është tjetër historia ajo dhe mendoj për shembull që atëherë unë po të jap edhe shembullin ande nga vide origjina për shembull e Thomas Turtullit. Njëri që bëri ndërtesat kryesore në një bamirësi nga më të mëdhenj në Korçë. Spitalin, bibliotekën, kineman, të gjitha. Po, kinemaja se kanë lënë ashtu shikër, se kishin shenë. Po, edhe shumë gjëra të tjera, shqyr Vurido. Jo, Korça, isha tash se kisha 40 vjet pa shku. Po, do në qenë, tamam 85, me kinostudën kemi gjiru, me Samir Kumbarën, po. Edhe, që në 85-ën, 86-ën, ka qenë, dhe pash, ajo rruga që shkon nga kisha dhe ke stadiumi me ato vilat dhe kishte bo një vil shumë të bukur, Vil Manushi, një hotel. Një hotel si quaj ma jarrovat, fletat. Ashtu, mrekullu. Pa e kishte ndërtu mrena, do në di që ka qenë, aty ka qenë disa vila. Ka plot, Korça është ndërtuar me të tillë. Korça e kishe rujt, Korça nuk ishe masakru. Ja. Kjo është veçantia. Pazari vjetër ishe bo një krevepër. E bën të ri, por e bën si që ka qenë. Si që ka qenë, pra e rrgun. Dhe kjo është... Se landit i ke qenë për këto të vjetë bota, për këto të vjetë që. Unë një herë një time kam qenë Dubai, nuk e shof mo Dubai me më vra. Një gjo që s'ka shqie, s'ka... Një natë se s'kanë që të bëjnë për Tiranë, edhe amatin Korçë, Gjirokastër, Përmet, Shkodër, këtu du me pasë, që të shofë në shekullat, kështu që ajo Korça ka histori, ose për shumbull, Shkova në Valbon, e kishin bo të krevepër, e kanë shkatru Valbonët dhe kanë shkatru Tropojanët vetë, Sali Berisha, me hotelin e Valbonës, ti e ma me shumë mirë, hoteli Valbonës, që u bënë në vitet... 86 në shima, bravo, u bo me dru, me gurë edhe me akshatin kështu alpine. Ta shtie kishte bo ky i basketbollit se ka. Avenir. Avenir, jo ai tjetri, po. Me kam qartë. I ka nga një sikun. Avni Ponari. Avni Ponari e kishte bo me mërmer, me vetrata gjomi, thashu mor Avni, po unë s'kom nevoj me ardhë në Valbon me pa 15 kaçën, thash. Shiko, në Valbon... Një e dyta kishin shkatërru, në përmjet tyne heceve, me tubat e me plasë dinamit, kanë shkatërru, jo vetëm natyrën, ekosistemin. Është duk ajo torta e famshme e Valbonës. Absolutisht. A e kuptoni që kafshërie dhe tropojanët nuk kanë që ndakojnë përveç Albonës, përveç se tropojanëve. As një tjetër. Ja, mirë është ajo, edhe atë që e ke për zemër ti me fjallë të fishta, me fjallë e ka thonë që e ke që e këti vendit jemi vetë ne. Papa. Ku e dion tha Dhe më i keqi ne... Ku e dion që armiku pas kemi qenë ne me fjallë. Kështu që është kjo e keqe, por që të merremi me të keqen nuk ka fund me fjallë. Po merremi qik me këta gjona. Bravo, Landi, unë vetëm këtë kam të kjo, kjo pjesa politike, në fjalla, këta tash mundohen, edhe shumë mirë e kanë zhvatur, deri sa do mbaj ky vend, po nuk e kam kuptuar me fjallë këta të rilindjes, si u mblodhen të gjithë bashkë, edhe e bën këtë vend. Se njoni vite nga Romania disa, tjetëri nga Austria, tjetëri, si u mblodhen dhe e bën këtë pasioni, dhe përveç pasionit, lande pasurinë, di njeriti nga këta të lërë pasurinë. Jo, këto e kanë vjetë pasurinë, jo e kanë lënë, këto e kanë rrupat këtë vend. Dhe përfundojmë ke Konica, për shumë që e bëri, e ruajti rastësia dhe e prishi politika. Shqipërinë e bëri rastësia, e rujtën... E rujtë rastësia, më duket. Jo, e bëri rastësia.
e ruajtën rilindasit dhe do ta shkatërrojnë politikanët.